Sa njeri janë gjithë vetë elitarin, shkak kamatës. Sa njeri ju prishet me gruën e vetë, e gruaja me burrën e vetë, shkak kamatës. Sa vrasja, se këtu fut edhe fajja, para me fajt e kamata, vetëm se ke banka është legjitime, kjo është në zeze. Sa vrasja, sa prisha profesionore, raporteve shoqërore, sa falimtimin biznese, sa la ilaha illallah. Kamata është virus në ekonomi dhe në shoqëri. Është shumë e poshtë. Shkatër rrugës është. Kamata i apen gjakun me pamuk individit dhe shoqërisë. I abjen punën njeriut 24 orë me punuaj, me vite të tëra, me dekada, me harruvet vetën e vetë, fëmijën e vetë, veç për mënu mi la borqet. Për ndryshe pasën burgu, qëtë për shpis, ta më rëshpin, sa njeriu dalë në sakak. Sa njeriu është detyru me dalë në sakak në rrugë, me gru me fëmijë, shka kamata. Sa ka, sa të dush. Sa të dush. Të kërdele në sakak, nuk o thjesht humbja një banese, ose një shtëpije, ose një prone. O pasoja që dulë kënë rrugë. Prishja raporte me zvetë, jem fështinë t'i gru, jem fështinë t'i burë. Atë kapën sefte. Shkatërrim e familjes. Kër ka njëri ngarkesat më që s'më një lanë borqet, ato është vinë të shtu, se më rëzume. Depresioni, ngarkesat e më dha, shkaktojnë smundje, çrregullim mendor, çrregullim shëndetësor. Tensioni, yndyrra, sheqeri, shkatërrot njeriu pra ja shkatërron shëndetin fizik, shëndetin mendor, ai nuk ka më vetë ai nuk del me menuar si njeriu pe depresionit madh. Ja shkatërron familjen, ja humb shoqërinë, deri tek shkatërrimi dhe pasionisë që ka, dhe edhe në shtetë e prish. Andaj, nuk ka rastësi të Zotit. Urdhrat e Zotit kanë urtësi të përkryer, sepse vetë Allah është të përkryer, dhe cilësitë e tina, emrat e tij të përkryer, të përsosur. Andaj edhe urdhrat e tina jenë të përsosura me urtësi.